Sot, shqiptarët kanë në dorë edhe një provë tjetër të pakontestueshme se në këto 13 vite pushtet, Partia Socialiste ka ndërtuar një sistem qeverisje të korruptuar deri në palc, ku sektori i shëndetësisë është kthyer në një gangren të vërtet abuzimi me parat publike dhe djersën e qytetarëve shqiptarë. Raportet e KLSH-s, auditimet e brendshme dhe raportet ndërkombëtare prej vitesh faktojnë tashmë qartësisht se sistemi shëndetësor është ndër sektorët ku vidhet më shumë nga kjo majorancë e korruptuar. Raporti i fundit mbi Fondin e Sigurimeve Shëndetësore nxjerr në pa shkelje flagrante financiare, mungesë totale kontrolli, manipulim të listës së banave, rimbursime të pajustifikuara, mungesë të banave jetike për pacientët dhe moszbatim kontratash që kanë prodhuar miliona lek dëm ekonomik. Bëhet fjalë për diferenca të pajustifikuara financiare, për barna të skaduara që kanë qarkulluar, për farmaci spitalore pa barna alternative apo parsore, për tejkalime buxheti, për miliona lek penalitete që duhet të ishin aplikuar, por nuk janë aplikuar kurrë. Të gjitha këto janë tashmë të dokumentuara. Nuk janë thashetheme, nuk janë akuza politike, janë fakte zyrtare. Raporti ngre alarmin se në depot farmaceutike të spitaleve të mbikëqyera si QSUT, Elbasan, Durrës, Shkodër e Korçë, nga auditimi për një numër të konsiderueshëm barnash mungon dokumentimi i datës së skadencës për secilin prej tyre. Konstatohen mangësi në procedurën e inventarizimit, mos identifikimin e mungesës së disponibilitetit për barna alternativ të vetme dhe ato alternativ të parë. Vetëm në QSUT, për 26 barna nga të cilat 14 prej tyre alternative vetme dhe 12 prej tyre alternativ e parë, nuk ka patur disponibilitet për gjatë periudhës së auditimit. Ky shqetësim nuk është paraqitur si problematik nga FSDKSH-ja.